Dielli JP dhe Noah US, sulmi Tornado, tani! Ju nuk keni shans kundër meje, asnjë nuk i bën ball këtij sulmi. Kam dhënë fjalën se do fitoj. I premtova Akirës dhe Rjugut. Nuk duhet të mposhtem. Dhe ja tek i kemi, 2 skuadrat e pathyeshme të parashikuara, por tani është vetëm një fitues dhe akoma kampioni pathyeshëm, ekipi oval. Oh, Kinzan! Si ndihesh? Uleni zërin, nuk keni pse vini ju të tre dhe të na shikoni këtu. Nëse doni të shikoni, ju do të shihni që Ginzan është aktualisht jashtë Më vjen loje. keq, por që keni në një gjendje shumë të rëndë. Po, e vumre këtë gjë. Dhe faleminderit që na e përmendët. Për sa i përket atij, ai do të jetë jashtë forme për pak kohë. Fatkeqësisht, duket sikur ne do shkonin drejt mbylljes së turneut në ndeshjen me ju. Më vjen keq që po e dëgjoj këtë. Ginzan na premtoi se do të ftonte me ne për vendin e parë. Rjugu, kështu nuk po ndihmon. Mirë tha. Më vjen keq. Por unë nuk jam në gjendje të mbaj premtimin në këtë Mos moment. fol, je tepër i dobo tani. Përpiqu të pushosh pak. Nuk duhet të humbasesh kundër skuadrës oval. Unë dhe vetëm unë do të jem njëshi që me madhështi do ta mundaj Ganderin në këtë betejë. Kinzan! Të kuptoj, dhe të betohem që ne do ta mposhtim atë skuadër. Po, dhe më fal për vestisin Ginzan. Me vërtet. Tani për tani, të vetme skuadra të pathyeshme janë ekipi oval edhe ne. Tani që ekipi i Ginzanit u eliminua, mendoj se kjo është ndeshja përcaktuese se cili do të jetë fituesi i Kupës Albatros. Po kjo është. Ne do të luftojmë me ekipin oval pas 2 ditë. Nuk ka ngelur shumë kohë për të arritur planin, kështu që duhet të shërbitemi. Mirë Vibot, na trego çfarë ke për të na Po thënë. fillojmë me një herë. Komandanti është i njohur si një inxhinier dhe shkencëtar shumë i zoti i quajtur oval. 2 robotët e tij janë Lule Dielli JP dhe Noah US. I skicoi të dy me specifik të tillë që ata të mund të kontrollonin kohën. A mos thegje për të kontrolluar kohën? Në fakt është më shumë se punë kohe, pasi ata krijojnë tornado rrotulluese dhe sulme uragane. Prit një minutë. Ti nuk mund të mendosh se ky ekip pas ka sasi të madhe që të frymë forca Ginzani. Hey, nuk është si Ginzani. Asnjë nga skuadrat nuk u janë afruar Lule Diellit dhe Noahs deri tani. Në fakt ata kanë ardhur përmes betejave të tyre pa asnjë gërbishje. Po kuptoj që natyra sulmit të tyre është më tepër kundër sulmi. Shkëlqyeshëm atëre. Po mendoj se sulmi më i mirë është mbrojtja. Hey, mos doni të hapni ndonjë klub fansash. Duhet të mendojmë se si ti mundin këta tipa. Ne duhet të kemi një mbrojtje më të mirë kundër tyre, ose do të ndiqemi si të tjerët. Ha, ju nuk keni as edhe një shans. Prit një minutë, Ti e ovali, ë? Pikërisht, dhe ekipi yt nuk ka asnjë shans kundër skuadrës sime të madhe. Unë mendova të ju jepja një mundësi për një ndeshje të humbur në tavolinë. Një ndeshje afrofe? Sa si masker. Ne nuk kemi frikë nga askush oba. Po, kështu është. Po e marr këtë sikur antarët e ekipit tënd nuk janë aq të rëndësishëm për ty. Por ndryshe ju nuk do të doni të shihni ata të sakatuar siç i ndodhi Ginzanit pak më parë. Ti as nuk e di për çfarë po flet. Ne do ta fitojmë betejën dhe do ta fitojmë edhe për të. Do t'ju kthejmë ju në shtëpi dhe kupën e Albatros do ta fitojmë ne. Po, në rregull. Humni tani, por nëse nuk tregoni të zgjuar ta bëni këtë, më pas nuk ju premtoj se do ngelin ndokush prej ekipit tuaj pas ndeshjes. Mirupafshim. Sa i krisur. Ne mezi arritëm deri në finale dhe ky na kërkon ta lëmë në tavolinë. Ati se si i dugej vetja, por dugej se e kishte planifikuar mirë gjërat. Cili është plani? Do t'i quajmë ata tipa. Ja cili është. Nuk mendoj se dikush mendon ndryshe. Më mirë shohim të dhënat. Po, do ta gjejmë diçka ku mund ta thyejmë atë skuadër. Mirë? Në rregull. Duket se lëvizja më e mirë e tyre është sulmi uragan dhe është e pamundur t'i shmangesh atij. Kështu ne duhet të gjejmë një pikë mbështetje dhe t'i shtyjmë drejt e përmes tij. Njësia Bulion do mbroj Daigun dhe Rjugun derisa të jenë brenda territorit. Dhe pastaj me shpejtësi Rjugu fillon sulmin dhe ne e ndjekim nga pas. Po, do kërcejmë drejtën në mes të uraganit dhe do sulmojmë Lule Diellin brenda syrit të Suvis. Rjugu dhe Daigu duhet të jeni të fortë. A nuk jemi gjithmonë still? Mirë, jemi gati të fillojmë djema. Vibot ktheu një nga motorët e Dai Shuttle-it në një stimulues uragani për stërvitje. Ide e shkëlqyre, Vibot. Kishim nevojë për gjëra si këto për t'i ngjarë sulmeve të tyre. Mirë pra, tani ti futemi seriozisht stërvitje. Në dhënët e kohës, uragan me fuqi maksimale. Akira! Gjithçka është gati! Mirë, futuni drejt e përmes tuis. Kuptova!
Shiqeta! Kjo është me të vërtet e fort. Të kapa, ku mendo se po shkon shoku? Rrofsh, mendova si ishte jashti! Njësia, Bulion! Kombinoni fuqi tuaja ose fuqia e uraganit do t'i rumbej! Mire, dëgjua çfarë tha. Duhet të tërhiqemi të gjithë bashkë. Është e vetmja rrugë. Në rregull. Tati, jepi, forca! Ecim! Mirë, njësia Dino, njësia e sulmit të kafshëve, tani! Inspektor Trebrirësh, shkojmë! Spectre! Goditja e Spectrit! Oh, mos mendoni se e kemi të lehtë, thjesht se jeni shokët e skuadrës. Shpata e kockës! Kjo është njësia e kafshëve, mbahuni! Shigjeta shqipoj! Trajmo! Me të gjithë fuqinë që keni tani! Shigjeta! Bukur! Tani lëvizni tjema! Forca mund t'ja dalim! Rrujugu! Bëu gati, jemi pothuajse brenda! Tani është radha jote! Hop! Ha! Jepi! Është rrëdhe jote, ku! Shkëlqyeshëm! Rrujugu, koha për goditjen e kalorësit! Goditja e kalorësit! Rrujugu! A jeni mirë të gjithë? Çfarë ngritje! Ishte shumë e zgjuar. Ej, kush është ky i zgjuar i Kam tani? qenë unë. Ginzan, çfarë po bën Ti këtu? nuk mund ta stimulosh fuqinë e sulmit të tyre, uragan. Ginzan, nuk duhet të jesh këtu! Në rregull, Rrujugu, përpiqu të dalësh dhe të mbrosh vetveten. Po ja vetes këtë kërkesë! Përse nuk përpiqesh të vish këtu tek unë? Në rregull, këtë herë do të bëjmë stërvitje me Ginzanin! Hej Gamaru, Rogamaru, dilni nga ku jeni fshehur, dilni hapur. Mos! Ky na çoi dëm gjithçka. Ne po mendoni për punën tona, duke u përpjekur të kuptojmë se si të shkatrojmë këta. Kaq ishte e gjitha. Mirë, me që jemi këtu, ju mund ta ndihmoni Rrujugun të marrë formë. Nuk mund ta bëjmë të. I ke procesorët tërësisht jashtë Po funksionit. çfarë kërkon të ndihmojmë armikun? Po pse s'na kërkon të shpërthejmë vetveten atëherë, vërtet e kam. E kisha këtë gjë ndërmend, por ju nuk jeni duke ndihmuar ata. Është një mundësi e artë të mësojmë dobësitë e Taj tyre. Gamaru, Rugamaru, mos i nëndethoni ata! Sulmoni me gjithçka që keni! Formula e tmerrshme e erës. Mbi ujkut prerja e Hanës! Me vërtet nuk mendoj se jemi në lartësi për këtë tani. Jemi akoma me plagë. Po, dhe për më shumë akoma na duket si shëtitje në park. Shumë mirë. Ginzan, Mos u merakosni për mua. Përqendroju në tek stërvitja juaj. Shpërthimi i fuqisë ultra! Goditja e kalorësit! Bukur, Rrujugu! po! Të lumt Rrujugu! Ja, kështu do t'i poshtim ata! Mirë, një nga këto dy ekipe do të fitoj kupën Albatros. Do t'jetë ekipi Akira fituesi vallë, apo mendoni se ekipi Oval do t'jetë ai i cili do të çojë kupën në Kemi shtëpi? bërë gjithçka Kjo mundëm. është Tani na mbetet të tepër shohim dhe të elektrizuese. shpresojmë. Çfarë ditë kjo e Sofia? Mund t'ja dilni mban! Do t'ja dalim! Dërgojeni ekipin oval drejt fundit të tyre. Nuk mund të rri kështu, kjo është qesharake. Ne akoma nuk kemi kuptuar si ta mboshtim Taiganderin. Mos u shqetëso, ekipi oval do ta bëjë atë për ne. Komanda e fillimit, në përpozicione! Bulion, Rrujugu, në betej, tani! Roboti luftëtari flakërues, Rrujugu! Ndryshimi luftëtarit! Da ja kuptu Bulion! Në rregull, lule dielli JP dhe Noah USA në betej. Mirë pra, po e shoh që ju budallënjt nuk e përfillët ofertën time bujare, që keni për t'u penduar, këtë do ta shihni shumë shpejt, ju a garantoj. Këtë do ta shohim! Kush se një frymë lavazanat të mëdhenj? Dhe tani, momenti të cilin të gjithë mezi e kemi pritur. Dhe ja të kemi, bani fort fëmijët e vegjël, do t'jetë një presion i madh nga ana pamore dhe emocionale. Mund ta ndjeni. Gjithçka është gati për të filluar.
Dhe tani është momenti për të numëruar mbrapsht. 3, 2, 1. Robot të betejës. Luftoni. Në rregull djema, vendosni shpejtësinë e erës 90 milje në orë. Dhe ja ku vjen zonja e zotrinj, sulmi legjendar uragani skuadrës oval. Shikoni furinë e tij. Jeni gati? Gati! Kjo s'është asgjë, mund t'i bëjmë ballë kësaj. Bulion, tani dil me Ryugun. Upa! Deri tani mirë! Sulmet e tyre nuk na trëmbin fare. Nuk je aq keq djalësh, par nuk e për të fituar. Ma mirike dhe mos më bëj të humb kohë. Jo, Robot luftëtar, këmbehuni. Daigu, si gjitha shqipojnë, Drejmo, në betej, forca! Ndryshimi i luftëtarit! Në rregull, lidhja e Lulediellit dhe lidhja e Noah në betej. Ekipi Akira përballoi 90 milje në orë shpejtësinë e erës, por a do të mundin të përballojnë? Tani do ta shohim nëse stërvitja jon ka sjell diçka të mirë. Ashtu është. Ndjej që diçka nuk shkon si duhet. Stërvitja e tyre ishte e përkryer. Po pse kam këtë lloj parandjeje? Çfarë po ndodh? Njësia e kafshëve, filloni të mbroni Ryugun dhe Daigun. Në rregull! Nuk je aq keq me sulmet, nëse na imitoni ne, punë e madhe. Nëse mendon se po më habit mua, Akira, je një person më pak i rëndësishëm se sa mendoja. Përpiqu të mbrohesh kundër sojis time tropikale. Oh, mos, me sa duket do të kemi telashe. Ekipi oval posajon diçka serioze tani. Në rregull tani, Luledielli JP dhe Noah US, sulmi uragan. Shigjeta shqipojnë! Drejmo! Në përpozicione! Jam gati. Në rregull! Shikoni njerëz, e pabesueshme. Ekipi i parë që ka përballuar ndonjëherë Jepi pra ekipi oval. Duhet të bash atje, ata nuk janë aq të fortë. Edhe ne nuk mund të rrim këto rrotut pa bërë asgjë. Duhet mendojmë për të bërë diçka. Duhet të ndisim ata, ja çfarë duhet bëjmë? Duhet të dërgojmë atyre energjinë tonë negative. Jepi ekipi oval. Eshe, pak stërvitje në shërbeu goxha. Po! Po funksionon deri tani. Na mbetet të sulmojmë. Bulion, drejt qendrës. Kuptova! Shigjeta shqipojnë! Drejmo! Shkojmë! Me një herë. Mos na përsërit dy herë. Luledielli JP, fillo mbrojtimin. Llogaritja e dëmtimit përfundoi. Të dhënat e vlerësuara për dëmtimet e deri tanishme tani u rregulluan. Po tregoni të më vendjem! Pa, Qëndroni fort, djema! Mund fitojmë! Ryugu, tani është momenti. Jam gati, ta fillojmë Daigu! Koptitja e kanoshi! kjo është presioni ajri 800 hektopascal, fuqia e uraganit. Mund t'ja dalësh! Ryugu! Forca djema! Po mbledhim të dhëna në mënyrë konstante, kështu që ne dim të gjitha gjuajtjet që ju zotroni dhe pastaj ne i përdorim dhe i përshtasim të gjitha sulmet tona mbi to. E shihni që nuk fitoni. Është i mahnitshëm. Ndërsa unë mendoj se prioritja jonë u jep atyre një kurajo të madhe. Tik prej aty, po të godet çdo sekond! Pikët e gjuajtjeve për njësinë e kafshëve, 0. Oh, kjo nuk na duhej! Pra, njësia e kafshëve tani dështuan. Bulion, shigjeta shqipon! Drejmo! Oh, mos! Mirë, na mbetet të luftojmë vetëm me Daikanden! Ryugu dhe Daigu! Procesi bashkimi!
topin e dragojit! Dajgander, bëj kujdes! Ekipi Akira po tregohet vërtet i fort tani, sepse ky uragan i fuqishëm nuk është përdorur kur më parë në një ndeshje të tillë. Kjo stuhi të bën cop-cop! Mos, jo dhe Dajganderi. Oh, kjo është e mahnitshme! Ekipi ovale ka në dorë tani. Nuk ka rrugë tjetër për ekipin Akira. Dajgander! Doni të bëni që gjithë stërvitja jonë të shkojë dëm? Po, sepse pas që ndihmës son, ata do ndalonin një betejë më të fortë se kjo. Dajgander po i humbet shumë shpejt pikët e tij. Ata djem nuk e meritonin këtë. Ashtu është, shpresoj të humbasin. Fitoria është e jote, Akira! Dajgander! Rosh Kinzan, Dajgander, kemi mbështetjen e të gjithë miqve tanë. E tretë! Haruka dhe Vibot, njësia Dino, Kinzan, gjithë shokët e skuadrës, madje edhe rivalët tanë. Na dhan fuqinë e dur, na mbështetën dhe na frymëzuan. Gjithë atë gëzim dhe inat, ne mund ta kulltisim dhe ta kthejmë atë në energji të vërtetë. Ngriu dhe trego se çfarë mund të bësh. Kjo s'është e mundur si mund të lëvizje ai përsëri. Ai nuk mund ta bëj këtë. Sulmi i uraganit është më i fuqishëm se Dajgander. Ata po bëjnë hile, ai as nuk mund të qëndrojë në këmbë. Koha për topin e dragojit! Topin dragojit! Vezjar! Nuk mund të besoj syve. Ju do t'jeni dëshmitarët e një kthese të madhe në historinë e jetës të luftëtar. Lule dielli JP, mos, Noah Husa. Pikët e gjuajtjeve 0, ekipi oval poshtë, fitues ekipi Akira. Julum! Të gjithë e julum! Çfarë kthese nga një rënje fatkeqe në një ngritje fatlume. Dhe kështu, kupa Albatros shkon tek ekipi Akira. Punë e bukur miqtë e mi, këtë radhja bët vërtet fort. Prit një minutë. Çfarë është gjithë kjo lumturi? Me cilin ekip je ti? Ej, pse e konfuzte? Mua më nxjerrin natin. Ashtu? E çfarë do thuash me këtë, ë? Zonja dhe zotrin, kampionët e ri të kupës Albatros, ekipi Akira. Dhe tani, mbreti i dorëzon kupën ekipit fitues, Akira. Ura! Faleminderit Ginzan. Pa mbështetjen e brorima tuaja, nuk mendoj se do e kishim dalë mban. Jo, duhet një fitore me fuqi thërmuese. Kur zemrat tuaja janë bashk, e bëjnë Dajganderin të fuqishëm sa të përballojë sulmin uragan. Madje e transformojnë dobësinë në fuqi. Kur ta arrini ju këta bëni këtë, atëherë asgjë do t'ju mposhtë. Hey, prit një minutë Ginzan. Çfarë po thua kështu? Ekipi Akira duhet përshëndetur, por ne prap do ta shkatrojnë Dajganderin. Thjesht bëj një pushim dhe do ta sulmojmë sërish atë. Do ta kapim kur të vish në vete. Shihemi më vonë gjë e stërmadhe. Gjithmonë i kam pasur qef këta tipa, sidomos kur ikin. Do të takohemi përsëri kur të ndihesh më mirë. Dhe kur t'je shëruar, do të bashkohemi për një ndeshje. Si thua? Dakord, ndryshimi i luftëtarit. Kupa Albatros. Është e vështirë të ecësh në park, por kjo ishte kënaqësi e madhe. Ja dhe pikët tona të klasifikimit. Wow, nuk e besoj, 18.000 pikë është e mrekullueshme. Tani që i morëm këto pikë, jemi gati për të futur në një turne më të madh. Po! Por në fillim të shtrëndekën. Forca Vibot! Në rregull. Dhe tani kthehemi për në shtëpi.